Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj ka pritur në një mëngjes pune drejtorin e Drejtorisë së Përgjithshme të Vakëfeve të Republikës së Turqisë Sinan Aksu. Vizita e tij e parë zyrtare në Bashkësinë Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut u realizua me ftesë të kreut të këtij institucioni. Pas mëngjesit të përbashkët, takimi zyrtar u zhvillua në selinë e Bashkësisë Fetare Islame, ku palët të shoqëruara nga bashkëpunëtorët përkatës theksuan se qëllimi kryesor është thellimi i bashkëpunimit institucional përmes nënshkrimit të një memorandumi të ri bashkëpunimi. Para procedurës zyrtare të nënshkrimit, Reisul Ulema Fetaj dhe drejtori Aksu shkëmbyen dhurata simbolike, ndërsa u finalizua protokolli për marrëveshjen që parashikon restaurimin e xhamisë Hasan Baba në qytetin e manastirit. Ky dokument hap rrugën për fillimin e punimeve restauruese, të cilat do të nisin gjatë vitit 2026 dhe do të përfundojnë më së voni në vitin 2028. Kur objekti pritet të vihet plotësisht në funksion. Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj u shpreh kënaqur për arritjen e këtij memorandumi dhe e falenderoi drejtorinë e vakëfeve të Turqisë për bashkëpunimin e deritanishëm, i cili, siç ai tha, do të intensifikohet edhe më tej në të ardhmen. Ne i falenderojmë drejtorit general në emër të Bashkisë Fetare Islame për këtë vizitë që na e bën, por edhe një takim shumë i rëndësishëm zyrtar, takim pune, ku u nënshkruajt memorandumi në mes dy institucioneve. Mbajtja ose nënshkrimi i memorandumeve në Bashkinë Fetare Islame tregon respektin e këtij institucioni ndaj Bashkisë Fetare Islame, ndaj gjithë besimtarëve islam në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ndaj qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe ndaj vendit tonë në përgjithësi. Edhe njëherë uroj në nënshkrimin e memorandumit, Bashkia Fetare Islame do t'i qëndroj besnik realizimit të këtij memorandumi dhe do të mundohemi që të bëjmë vepra të mira për të mirën e vendit tonë, për të mirën e besimtarëve dhe gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Andaj uroj në nënshkrimin e këtij memorandumi, i falenderoj shumë drejtorit general, zotëri Sinan Aksu, i cili me vërtet me seriozitetin më të madh dhe me kënaqësi të veçantë dëshiron që bashkëpunimi ynë të realizohet ashtu siç duhet. I falenderoj shumë, Zoti e bekoft për punën e madhe që bën në shumë vende të botës, duke filluar nga Turqia e deri në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Edhe drejtori Sinan Aksu shpreu mirënjohje për mikpritjen dhe u shpreh kënaqur me arritjen e marrëveshjes së re, duke vlerësuar angazhimin dhe gatishmërinë e institucionit që ai drejton për projekte të përbashkëta. Makedonia İslam Dini Birliği Başkanı. Sot jemi për vizitë në Bashkinë Fetare Islame në Shkup me ftesë zyrtare të Reis Ulemas Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj. Me urdhër të presidentit ton, zotit Recep Tayyip Erdogan, me qëllim të ruajtjes të gjithë trashëgimisë son kulturore dhe fetare në Ballkan, ne sot nënshkruam protokollin i cili parashehe restaurimin dhe mbrojtje të veprave kulturore me theks të veçantë atyre fetare. Dua të theksoj se ne si drejtori e vakëfeve, edhe më herët kemi pasur aktivitete për restaurimin dhe rregullimin e objekteve e sidomos me protokollin e tanishëm që kemi nënshkruar. Vazhdojë në këtë rrugë dhe do të jenë projekte ku përfshihen objekte për restaurim. Shpresojmë që së shpejti pas restaurimit të këtyre objekteve të kemi mundësi të lëshojmë në përdorim për besimtarët. Falënderit kreut të Bashkisë Fetare Islame për ftesën dhe mikpritjen. Kujtojmë se të dy institucionet kanë nënshkruar edhe më herët memorandume të ngjashme për restaurimin e disa objekteve fetare në manastir, Ohër dhe Shkup, duke kontribuar kështu në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare në vend.